Mund të amojmë që Zoti Kurti ka qëllim të ndryshoj këtë karakter të Republikës. Prej organizatave të vendosje, prej kur ekziston, edhe sot flamurin Kuqezi e mban në... Tash përsëri, ku ta keni Zoti Kurti këtu në studio, ai ju spjegon vizionin e tij, unë spjegova vizionin tim. I di vizionet e Zotit Kurti, por dua di dallimin e vizionit të zonës Osmani me zonës Kurti. Nëse ju flisni për apo flisni edhe ju për rikonstruktim të kësaj republike? Jo, nuk ka nevojë të republikë pak më ndryshe se sa republika aktuale? Një republikë shumë më të fortë se sa republika aktuale. Një republikë e cila është në NATO, e cila është në Bashkimin Evropian, sado që merr kohë, për ka perspektivë të qartë që të bëhet anëtare e barabartë e Bashkimit Evropian. Një republikë e cila mrin deri në Kombet e Bashkuara, por derisa të arrijmë atje, njëkohësisht është prezente në çdo forum tjetër global, ku zëri i Republikës së Kosovës ka rëndësi, siç ka pasur këto 5 vite, akoma pa hyrë në këto organizata ndërkombëtare. Një republikë që respektohet, një republikë të cilës relevancën nuk ja cakton madhësia e saj, por storia të cilën e tregon, qëndrimit të cilat i mban, kontributi që mund ta japësh, e i cili në fakt për një vend si Kosova është shumë më i madh se sa ajo çka kemi ne gjeografikisht si kilometra. Pra, një republikë e cila është shumë më ambicioze, edhe sa i përket agjendës zhvillimore, edhe sa i përket agjendës ndërkombëtare, edhe sa i përket paqes në mes vete, paqes që duhet ta kemi ne me njëri tjetrin. A jemi tu e ndërtu këtë rrëfim kësaj republike? Këto ditë Kosova është duke kaluar një ndër kohët më të rënda që nga pas lufta, dhe është krejt e kundërta e asaj që unë sapo e paraqita. Sepse me logjikën që ne po e shohim, me këto skenat shumë të rënda në kuvendin e Kosovës, me skena bllokuese, me logjikë se si mos të shihet tjetri si partner, si bashkëpunëtor, si mos të shihemi si në rregull pjesë të ndryshme, por që mund të bëhemi bashk dhe ta çojmë Kosovën përpara, por vetëm me logjikë të ndasive të përçarjes, as nuk arrim agjenda ambicioze zhvillimore, as agjenda ambicioze ndërkombëtare, as nuk mund ta bashkojmë popullin e Kosovës rreth këtyre agjendave. Pra, fatkeqësisht tash është duke ndodhur krejt e kundërta, po kjo nuk do të thotë që ne do të ndalemi tani dhe nuk do të synojmë që këtë vizion ta shtyjmë përpara. Ne mund të jemi 18 deputet sot, por kjo asesi nuk duhet që neve të na bëj të ndihemi jo relevant, të parëndësishëm në shtyrjen e këtij vizioni përpara. Është rrugë e gjatë, është rrugë e vështirë, por është rrugë në cilën jemi të vendosur më shumë se kur më parë që ta shtyjmë përpara. Kosova rrugoviste, Kosova që beson në këto vlera, të cilat sapo i prezentova, e mbas cilave dorën zemër edhe është ndërtu ky shtet. Themelet e këtij shteti janë ndërtuar mbi këto vlera. Prandaj edhe ne sa shiqohet ka ahtisari e Republika e Tretë, ne duhet të mbahemi fort tek shtyllat e këtij shteti. Këto t'i forcojmë më tej, këto t'i shtyjmë përpara. Sot e bëjmë këtë nga opozita, nesër mund ta bëjmë nga qeverisja.